Ajo mbërriti zbathur në një dasëm luksoze, e lodhur, e mbuluar me pluhur, me trupin që i dridhej, duke kërkuar vetëm një gjë. Ju lutem, dua vetëm të flas me babain tim. Nusja qeshi. Të ftuarit vështruan në heshtje. Sigurimi e rrëzoi për tokë. Askush nuk e dinte se vajza që po poshtërohej nuk ishte lypese, nuk ishte mashtruese dhe nuk ishte aty për skandal. Ajo ishte vajza e humbur prej vitesh e dhëndrit miliarder, një fëmijë i rrëmbyer, i shpallur, i vdekur dhe i varrosur vetëm në kujtime. Ajo që pasoi nuk ishte thjesht një ribashkim familjar, por zbardhja e një komploti të errët që kishte zgjatur më shumë se një dekadë. Rrëmbim, tradhti dhe një vrasje e maskuar si dhimbje. Kjo është një histori për heshtjen, mbijetesën dhe të vërtetën që shfaqet në momentin më të papërshtatshëm dhe shkatron gjithçka që është ndërtuar mbi gënjeshtra. Para se të vazhdojmë, pëlqeni videon, abononi në kanal dhe ndani mendimin tuaj në komente. Mbështetja juaj na ndihmon të sjellim më shumë histori të fuqishme si kjo. Sa interesante ju duket kjo histori deri tani? Na e vlerësoni nga 0 deri në 10 në komente. Tani, le ta fillojmë historinë. Shtëpia e familjes Kastrati ndodhej në periferi të qeta të Korçës, aty ku qyteti shuhej gradualisht në rrugë të heshtura, të rrethuara nga pemë arre të vjetra dhe mure guri të ulta. Nuk ishte një shtëpi që e shpallte pasurinë me zë të lartë, nuk ishte porta madhështore apo zbukurime të tepruara. Çdo gjë fliste për përmbajtje, rregull dhe dinjitet. Ata që e njihnin Ardit Kastratin e dinin se kjo mënyrë jetese ishte pasqyra e karakterit të tij. Arditi ishte një burr i formuar nga disiplina dhe përgjegjësia. Zgjohej herët çdo mëngjes, jo nga ngutja, por nga zakoni. Dita e tij fillonte gjithmonë njësoj: kafe e fortë turke e derdhur me kujdes në filxhan të vegjël, gazeta e palosur sakt mbi tavolinë dhe radioja e vendosur ulët në lajme. Vishte rroba të thjeshta, kostume të errta dhe orë pa shkëlqim, pa asgjë që të tërhiqte vëmendje. Në biznes njihej si njeri i drejtë, i fjalës dhe i vendimeve të qeta. Ndikimi i tij shtrihej përtej Korçës, por ai e dinte se respekti fitohej pa zhurrë. Në qendër të jetës së tij ishte Mirela, bashkëshortja e tij. Aty ku Arditi ishte i rrept me veten, Mirela sillte qetësi. Lëvizte nëpër shtëpi me një siguri të butë që e bënte çdo gjë të ndihej në vendin e vet. Prania e saj i zbute kufijtë e disiplinës së Arditit. Nuk fliste shumë, nuk kërkonte vëmendje, por fjala e saj kishte peshë. Besonte fort te vlerat familjare, ushqimi i gatuar në shtëpi, mbrëmjet e përbashkëta, vizitat e të afërmit pa lajmërim thjesht sepse kështu duhej. Martesa e tyre nuk ishte dramatike as e zhurmshme, ishte ndërtuar mbi vite mirëkuptimi, sakrifica të vogla dhe besim të heshtur. Për një kohë të gjatë kishin pritur një fëmijë dhe kur lindi Adriana, ajo u bë mrekullia e qetë që u ndryshoi jetën. Në moshën 12 vjeçare, Adriana kishte një pjekuri që i habitte të rriturit dhe një ndjeshmëri që i bënte njerëzit ta mbronin instinktivisht. Kishte sytë e qetë të Mirelës dhe vështrimin e menduar të Arditit. Ishte vëzhguese, dallonte gjëra që të tjerët nuk i vinin re. Mënyrën si drita binte mbi dysheme e pasditeve, ndryshimin e zërit të teatrit kur ishte i lodhur, ndjenjat e pathëna pas bisedave. Në shkollë ishte nxënëse e përkushtuar, e sjellshme dhe etur për të mësuar. Preferonte librat ndaj televizorit, vizatimin ndaj zhurmës dhe bisedat e qeta ndaj fjalëve boshe. Mëngjesit në shtëpinë Kastrati kishin një ritëm të qëndrueshëm. Mirela ishte gjithmonë e para që zgjohej, duke përgatitur tryezën me kujdes. Kur Adriana zbriste shkallët, tavolina ishte gati. Buke freskët nga furra e lagjes, djath i bardh, ullinj, mjalt dhe ndonjëherë byrek nga mbrëmja e kaluar. Arditi ulej pak më vonë, duke vendosur dorën lehtë mbi supin e Adrianës, një gest i zakonshëm, por i mbushur me dashuri. Ata hanin gjithmonë bashk, pa telefona, pa nxitim. Adriana tregonte për shkollën, për librat që lexonte, për shokët e klasës. Arditi dëgjonte me vëmendje, ndërsa Mirela vëzhgonte të dy, e qetë, duke i kujtuar Adrianën për shallin ose Arditin që të mos shqetësohej më shumë se duhej. Pas mëngjesit Mirela e shoqëronte Adrianën deri te porta. Ishte një zakon që nuk e kishin braktisur kurrë. Shoferi priste në hishtje. Mirela e puthte Adrianën në ballë, i rregullonte shallin dhe e shikonte makinën të largohej përpara se të kthehej brenda. Mbrëmjet ishin të shenjta për familjen. Pavarësisht ditës së lodhshme, Arditi kthehej gjithmonë për darkë. Mirela gatuante supa të ngrohta, perime të mbushura, mish të pjekur dhe sallata të freskëta.
Shtëpia mbushej me aroma familjare. Adriana ndihmonte duke shtruar tryezën, duke dëgjuar bisedat e prindërve për punën, për të afërmit, për fundjavën. Fundjavët ishin edhe më të qeta, vizitonin kushërinë të Mirelës në fshatra të afërta, ose qëndronin në shtëpi. Adriana lexonte në kopsht, Arditi merrej me punë të vogla, ndërsa Mirela lëvizte mes tyre, duke sjell fruta, duke rregulluar jastëkët pa e bërë kujdesin e saj të dukshëm. Ishte një jetë e ekuilibruar, dashuri pa teprim, rregull pa ftohtësi. Adriana ishte e mbrojtur, por jo e mbyllur, e besuar, por e udhëzuar. Shtëpia ndihej e sigurt sepse asgjë nuk ishte e sforcuar. Orët pas zhdukjes së Adrianës u shpalosën si një mjegull e rënd që Arditi do ta kishte të vështirë ta rindërtonte më vonë me saktësi. Ajo që i mbeti nuk ishte rendi i ngjarjeve, por ndjesit, pesha që i shtypej në kraharor, duart e Mirelës që i dridheshin teksa mbante telefonin, heshtja e panatyrshme që pushtoi shtëpinë sapo vala e parë e lëvizjes u shua. Makinat e policisë mbërritën pa sirena, duke u ndalur pak përtej portës. Burrat flisnin me zë të ulët, të kujdesshëm, sikur edhe zhurma vet mund të thyente diçka të brisht. Kërkimi fillestar ishte i menjëhershëm dhe i imtësishëm. Oficerët kontrolluan zonën rreth shtëpisë, shtegun e shërbimit përtej kopshtit, rrugicat përreth, strehimet e braktisura, kanalet e kullimit. Fqinjet u pyetën qetësisht, me radhë. Askush nuk kishte parë gjë të pazakont, as zëra të ngritur, as ndonjë makinë që të largohej me shpejtësi, sikur Adriana ishte zhdukur thjesht nga vetë bota. Deri në mbrëmje, kërkimi u zgjerua. U bën thirrje autoriteteve rajonale. Fotografitë e Adrianës u shtypën dhe u shpërndan. Arditi qëndronte në sallon duke u përgjigjur pyetjeve që mezi i dëgjonte, duke përsëritur detaje derisa zëri i duke i largët edhe për veten. Mirela rinte ulur në divan, vështrimin e kishte ngulur te dera, sikur priste që Adriana të hynte dhe të kërkonte ndjes për vonesën. Ditët që pasuan, lëvizën me një intensitet të dhimbshëm. Njësitë e policisë u shtrinë në gjithë jugun e Shqipërisë, nga Korça drejt Pogradecit, e mëtej nëpër qytete e fshatra të vegjël. Kufijt u njoftuan në heshtje, u punësuan hetues privat, burra që bënin pyetje të mprehta dhe nuk premtonin asgjë. Flet thirrje u ngjitën në dritare dyqanesh, stacione autobusi, kafene. Fytyra e Adrianës shfaqej kudo, e qetë, e butë, qartësisht e gjallë. Arditi përdori çdo lidhje që kishte, çdo nder të mbetur pezull. Nuk ngriti zërin dhe nuk kërcënoi, thjesht kërkoi, me këmbgulje dhe pa pushim. U shpal një shpërblim, aq i madh sa njerëzit nisën të pëshpërisnin. Njoftime vinin në çdo orë të ditës e të natës. Shumica çonin në asgjë. Një fëmijë i parë që i ngjante Adrianës, një vajzë me përshkrim të ngjashëm në një treg. Çdo pistë ringjallë të shpresën aq sa ta bënte rrëzimin e saj të padurueshëm. Mirela e ndiqte kërkimin nga larg, trupi i saj i pranishëm, por mendja që largohej gjithnjë e më shumë çdo ditë. Në fillim, ndihmonte sa mundej, përgjigjej në pyetje, sistemonte sendet e Adrianës, përgatiste ushqim për policët dhe familjarët që vinin të ofronin mbështetje. Lëvizte me instinkt, e udhëhequr nga zakoni më shumë se nga mendimi. Kaluan javë, pastaj muaj. Shtëpia nuk ndihej më si shtëpi. U kthye në një vend pritjeje. Çdo zhurmë jashtë bënte që Mirela të ngrinte kokën. Çdo telefonat i përshpejtonte rrahjet e zemrës Arditit, përpara se të detyronte veten të qëndronte i qetë. Dhoma e Adrianës mbeti e paprekur. Krevati rregullohej çdo mëngjes. Librat qëndronin të rreshtuar në tavolinë, pikërisht ashtu siç i kishte lënë. Mirela nisi të kalonte orë të gjata aty, ulur në buzë të krevatit, me një triko të Adrianës në preh. Koha u shtri në mënyra që askush prej tyre nuk i kishte njohur më parë. Ditët u përzien mes tyre, stinët ndryshuan pa u ndjerë. Erdhi dimri dhe iku. Pranvera u kthye pa fest. Çdo përvjetor, ditëlindja e Adrianës, fillimi i një viti të ri shkollor, binte si një plagë e re. Kërkimi nuk u ndal, por ndryshoi. Urgjenca u zhbyh në këmbgulje. Policia telefononte më rrallë.
Hetuesit e përditsonin Arditin me gjuhë të kujdesshme, duke e përgatitur për zhgënjim pa e thënë kur hapur. Qyteti vazhdoi jetën, lajme të tjera zun vend të historisë së tyre. Pas 3 vitesh, bisedat ndryshuan. Ishte një e afër me ajo që e përmendi idenë e një varrimi simbolik, me zë të butë, gati kërkues. Arditi e refuzoi menjëherë. Fjala i dukej tradhti. Mirela nuk tha asgjë, syti mbajti përde. Muaj më vonë, sugjerimi u kthye, këtë herë nga një mjek, pastaj nga një prift. Flisnin për mbyllje, për rrite që i japin shpirtit qetësi. Arditi rezistoi derisa pa çmimin që po pagonte Mirela. Ajo po të kurrej. Trupi i saj bëhej më i holl, lëvizjet më të ngadalta. Gjumi vinte me copa, ushqimi mbetej i paprekur në pjatë. Varri u mbajt në heshtje, në një mëngjes gri. Morën pjesë vetëm familjar të afërt. Nuk kishte trup. Arkivoli ishte i lehtë, tepër i lehtë, mbajtur nga burra që shmangnin shikimin e Mirelës. Brenda tij ishte disa sende personale, një blok shënimesh, një shall, një fotografi. Simbole që zvendësuan një vërtet të padurueshme. Mirela qëndroi e ngrirë gjatë gjithë ceremonisë, nuk qau. Kur arkivoli ul në tokë, diçka brenda saj u mbyll. Arditi e ndjeu pranë vetes, si një derë që mbyllej butë, por përgjithmonë. Që nga ajo ditë, Mirela u tërhoq krejtësisht. Nuk ulej më në tryezë. Në fillim thoshte se nuk kishte ushqim, pastaj ndaloi së përgjigjuri fare. Ditët i kalonte në dhomën e Adrianës, me perdet gjysmë të tërhequra, ajri i rënd nga heshtja. Fliste rrallë, dhe kur fliste, i drejtohej Adrianës, me zë të ulët dhe afërt, sikur vajzat ishte thjesht në gjumë. Arditi provoi gjithçka, mjeku thirrën në heshtje. Specialistët flisnin për depresion, për traumë, për kohë. U përshkruan barna, u sugjerua terapi. Mirela tundte kokën me mirësjellje dhe nuk ndiqte asgjë. Ënte vetëm kur e shtynin, por porcionet e vogla nuk i kthenin forcën. Lëvizte si dikush që mbante një peshë të padukshme. Natën, Arditi rinte zgjuar duke dëgjuar frymëmarrjen e saj, i friksuar se ritmi mund të ndryshonte. I fliste butë, duke i kujtuar se ai ende ishte aty, se Adriana do donte që ata të mbijetonin. Mirela dëgjonte pa u përgjigjur, syti kishte ngulur te tavani. Kaluan muaj, pastaj edhe një vit tjetër. Trupi i Mirelës nisi të dorëzohej në mënyra të vogla. Lodhej shpejt, duart i dridheshin kur përpiqej të mbante filxhanin. Zemra tashme dobësuar nga vite tensioni, u rrëzua. Mjekët rregullonin trajtimet, por asgjë nuk prekte vlagën e vërtet. Një mëngjes, Arditi u zgjua nga një heshtje që nuk ishte e drejtë. Mirela shtrihej pranë tij, e qetë, fytyra e saj e çliruar në një mënyrë që nuk e kishte parë prej vitesh. Ajo nuk u zgjua. Shkaku zyrtar i vdekjes ishte komplikime nga depresioni i rënd. Fjalë klinike, të pamjaftueshme. Arditi e dinte më mirë. Mirela nuk kishte vdekur nga smundja. Ajo u ndoq vajzën e saj atje ku pritja nuk dhemb më. Shtëpia u zbraz edhe një herë, këtë herë përfundimisht. Pas varrimit, vizitorët u larguan, telefonatat pushuan. Arditi mbeti vetëm në dhoma që e honin kujtime. Kopshti u la pas dore në ckaje. Ushqimi mbeti i paprekur. Radioja heshti. Ai vazhdoi të funksiononte vetëm në kuptimin më bazik. Vendimet biznesit kalonin përmes të tjerëve. Dokumentet firmoseshin pa fjalë. Lëviste në jetë si një njeri që e vështron nga pas xhami. Gjithçka që ndërtoi, gjithçka që ishte, tani ekzistonte pa kuptim. Ardit Kastrati ishte vetëm. Vitet pas vdekjes së Mirelës u shtrin mbi jetën e Ardit Kastratit si një muzg i përhershëm. Vila në periferi të Korçës qëndronte ende e rregullt, e mirëmbajtur, por nuk dukej më e banuar. Dhomat pastroheshin çdo ditë, perdet hapeshin çdo mëngjes, dritat ndizeshin në mbrëmje, por gjithçka bëhej nga zakoni, jo nga nevoja. Shtëpia kishte marrë qetësinë e një vendi që ekzistonte vetëm për të ruajtur kujtimet. Zhurmat rrallë depërtonin, hapat ishin të lehtë, dyert mbylleshin me kujdes. Edhe kopshti dukej sikur rritej më ngadalë, si të kishte mësuar përmbajtjen nga i Zoti. Arditi jetonte i vetëm tani,
edhe pse fjala jatonte nuk i përshtatej plotësisht. Ai thjesht e banonte shtëpinë, pa u ndjer pjesë e saj. Ditët i kalonin sipas një rruge të ngushtë, të zhveshur nga gjithçka e panevojshme. Zgjohej herët, si gjithmonë, por mëngjeset nuk sillnin asnjë pritje. Kafen e përgatiste nga zakoni, jo nga kënaqësia. Mëngjesi ishte i varfër, shpesh vetëm bukë dhe çaj që mbeteshin të paprekura në tryezë. Karrigja ku ulej Mirela dikur qëndronte bosh, e pa lëvizur, sikur askush të mos guxonte ta zëvendësonte. Ai nuk shkonte më në zyrë. Qyteti e dinte këtë pa pasur nevojë t'u thoshte dikush. Prania e tij ndihej vetëm përmes emaileve, telefonatave të shkurtra, dokumenteve të firmosura që silleshin nga ndihmësit e besuar. Takimet zhvilloheshin pa të, vendimet kalonin përmes njerëzve që e njihnin mjaftueshëm për të kuptuar pritshmëritë e tij pa shpjegime. Biznesi vazhdonte të ecte përpara, madje të zgjerohej, por për Arditin kjo nuk kishte asnjë kuptim. Shifrat rriteshin, marrëveshjet shtoheshin, ai nuk ndjente asgjë. Ftesat fillimisht erdhën rregullisht, darka private, aktivitete bamirësie, dasma të njerëzve me peshë shoqërore. Çdo zarf hapej, lexohej dhe refuzohej me mirësjellje. Arditi nuk jepte shpjegime. Heshtja u bë arsyeja e tij. Me kalimin e kohës, ftesat u rralluan dhe më pas pothuajse u ndalën. Njerëzit mësuan të mos pyesnin. Kur nuk merrej me punë, Arditi shëtiste në përpronë, ndiqte të njëjtat shtigje ku dikur kishin ecur Mirela dhe Adriana, edhe pse nuk ja pranonte vetes këtë. Hapat i ndaleshin shpesh para derës së dhomës së Adrianës. Ajo derë qëndronte gjithmonë e mbyllur, por kurrë e kyçur. Brenda asgjë nuk ishte ndryshuar. Pluhuri mbahej larg, krevati ishte gjithmonë i rregulluar. Librat qëndronin të rreshtuar me kujdes në raft. Donjëherë ai qëndronte aty më gjatë se ç'kishte ndërmend, duke e ngulur shikimin te korniza e derës, me dorën që i ngrihej lehtë dhe më pas i binte sërish pranë trupit. Faji ishte shoqëruesi i tij i përhershëm, nuk bërtiste, nuk kërkonte vëmendje. Ishte i qetë, i ngulitur thellë në çdo mendim. Arditi rikthente pafundësisht momentet e së kaluarës, pse nuk kishte qenë në shtëpi atë pasdite, pse porta nuk ishte kontrolluar më me kujdes, pse kishte besuar se siguria ishte e përjetshme. Arsyeja nuk i sillte lehtësim. Ai e dinte se kishte bërë gjithçka që një bab mund të bënte, por ndjenjat nuk dëgjojnë arsyen. Natën, gjumi vinte në mënyrë të çrregullt. Disa net flinte shumë, i fundur në lodhje. Net të tjera qëndronte zgjuar deri në agim, me syt ngulur në tavan, duke dëgjuar frymëmarrjen e shtëpisë. Kujtimet shfaqeshin pa paralajmërim. Zëri i Adrianës që e thëriste, e qeshura e qetë e Mirelës në kuzhinë. Ai nuk fliste me ta zë të lartë, nuk qante. Dhimbja ishte kaluar përtej lotëve, ishte shndruar në diçka më të rëndë, më të palëvizur. Vitet kaluan kështu. Koha nuk matej më me ngjarje, por me përsëritje. Shtinët vinin dhe shkonin. Fqinj të rinj zhvendoseshin, të vjetër largoheshin. Arditi nuk i vinte re. Bota e tij ishte ngushtuar brenda kufive të pronës dhe hapësirës së mendimeve të tij. Ata që punonin për të e dallonin ndryshimin, edhe pse rrallë flisnin për të. Ai ishte ende korrekt, ende i sakt, por diçka thelbësore ishte tërhiqur. Bisedat ishin të shkurtra. Zëri i tij mbetej i qetë, por i largët. Ai shmangte çdo temë që shkonte përtej domosdoshmërisë. Kur dikush e pyeste si ishte, përgjigjej me një tundje koke ose me një fjalë të vetme. Kishte qaste kur pyeste veten nëse kjo ishte vërtet jetë apo thjesht pritje. Nuk e dinte çfarë po priste. Vetëm e dinte se ecja përpara i dukej si tradhti, sikur çdo përpjekje për normalitet do të fshinte atë që kishte humbur. Qëndrueshmëria u bë aftësia e vetme e tij. Pastaj, ngadalë, diçka ndryshoi, jo brenda tij, por rreth tij. Gjithçka nisi me një telefonat që pothuajse e injoroi. Në ekran u shfaq emri i njohur, dikush që dikur e kishte respektuar thellësisht. E la telefonin të binte 2 herë përpara se ta hapte. Biseda ishte e shkurtër, por organizohet një aktivitet bamirësie privat në Elbasan, i vogël, diskret, pa media. Të ftuarit ishin pak, njerëz prej vitesh të njohur. Arditi ftohej jo si figurë qendrore, por si prani, dikush që sillte peshë pa zhurmë. Instikti i tij i parë ishte ta refuzonte. Fjala u formua menjëherë në mendje, por ai nuk e tha. Kjo pauzë shqetësoi atë. Ai dëgjoi me kujdes, te skaburi në anën tjetër shpjegonte qëllimin e aktivitetit, njerëzit që do të merrnin pjesë, mungesën e pritshmërive. Kur biseda përfundoi, Arditi mbeti vetëm në zyrë, me telefonin ende në dorë. Dhoma ishte në gjysmë errësirë, drita e pasdites vonë depërtonte përmes skretave.
Për herë të parë pas shumë vitesh, ndjeu diçka të panjohur, jo hop, por kureshtri. Ishte e zbehtë, pothuajse e padëshiruar. Mbrëmjen e kaloi i shqetësuar. Darka mbeti e paprekur. Ai lëvizte nëpër shtëpi më vonë se zakonisht, duke u ndalur te dritarja që shishte nga kopshti. Porta dukej qartë prej aty, e mbyllur, e sigurt. Ai e vështroi për një kohë të gjatë, pastaj u largua. Atë natë, gjumi vinte vonë, mendimet e tij lëviznin ndryshe, më pak rrethore. Ai mendoi çfarë do të thotë pjesëmarrja në atë aktivitet. Nuk do ta kthente Mirelën, nuk do ta zhbonte zhdukjen e Adrianës, por ndoshta do të provonte diçka tjetër, se ai ishte ende i aftë të dilte jashtë kufive të dhimbjes së tij, qoftë edhe për pak çaste. Të nesërmen në mëngjes, ai bëri telefonatën. Zëri i tij ishte i qetë, toni i përmbajtur. Ai pranoi të merrte pjesë. Kur e mbylli telefonin, asgjë dramatike nuk ndodhi. Shtëpia nuk ndryshoi, heshtja mbeti, por brenda arditit një derë e vogël ishte e hapur, jo gjerë, jo me siguri, por mjaftueshëm sa të lejonte dritën të hynte. Ishte hapi i parë që kishte bërë drejt botës pas shumë vitesh. Rudina Belo hyri në jetën e Ardit Kastratit pa zhurmë, pa paralajmërim dhe pa të lloj keqardhjeje që e bënte atë të ndihej i parehatshëm. Ajo u shfaq për herë të parë në aktivitetin bamirës privat në Elbasan, duke lëvizur në përsallë me lehtësi, e veshur thjesht por me kujdes të përsosur. Qëndrimi i saj ishte i qetë, vështrimi i mprehtë. Nuk kërkonte vëmendje, por as nuk e shmangte. Vëzhgonte përpara se të fliste, dëgjonte më gjatë se shumica dhe zgjidhte me kujdes momentet e saj. Kur ju ofrua Arditit, nuk e bëri me fjalë ngushëllimi apo me kujdes të tepruar. I foli si një burri që qëndronte përballë saj, jo si një figure të përcaktuar nga tragjedia. Përmendi restaurimin e një ndërtese të vjetër kulturore aty pranë, e pyeti për mendimin e tij mbi një vendim të fundit infrastrukture dhe e dëgjoi me vëmendje ndërsa ai fliste, pa e ndërprer. Në shprehjen e saj nuk ishte mëshirë, as përpjekje për të bërë përshtypje. Biseda përfundoi natyrshëm, pa pritshmëri. Ajo nuk i kërkoi numrin, nuk qëndroi më gjatë se ç'duhej. Arditi e vuri re mungesën e saj, më shumë se sa pranin. Ditët që pasuan, e gjeti veten duke kujtuar detaje të vogla për të, tonin e matur të zërit, pauzën përpara se të përgjigjej, faktin që nuk e kishte përmendur asnjëherë të kaluarën e tij. Kjo e shqetësonte, por njëkohësisht zgjonte diçka që nuk e kishte ndjerë prej vitesh, përfshirje pa detyrim. U ndeshën sërish disa javë më vonë në një mbledhje të vogël të organizuar nga miq të përbashkët. Edhe këtë herë, Rudina i foli me vetbesim të qetë. E pyeti për punën vetëm në vija të përgjithshme dhe më pas e drejtoi bisedën drejt librave, arkitekturës dhe ndryshimeve të ngadalta në shoqërinë shqiptare. Në një moment nuk ra dakord me të, butësisht por me vendosmëri, duke ofruar një këndvështrim tjetër pa e imponuar. Kur mbrëmja përfundoi, ajo u largua herët. Kështu vazhduan takimet e tyre për muaj me radhë, të rralla, të kontrolluara, pa presion. Rudina nuk telefononte shpesh, nuk kërkonte kohën e tij. Kur e kontaktonte, ishte për arsye konkrete, një ligjëratë publike që mendonte se do ta interesonte, një hapje galerie, një kafe në një lokal të qetë larg syve të njohur. Nëse ai refuzonte, ajo nuk shfaqte zhgënjim. Kur ai pranonte, ajo vinte në kohë, largohej në kohë dhe nuk e zgjaste takimin përteja saj që ndihej e natyrshme. Arditi vuri re se në praninë e saj fliste më shumë se sa kishte folur me këdo tjetër prej vitesh, jo për Mirelën apo Adrianën, jo drejt për drejt, por për ide, përgjegjësi dhe lodhjen e të mbajturit gjithçka vetëm. Rudina dëgjonte pa u përpjekur të zgjidhte asgjë, nuk mbushte heshtjet pa nevojë, i linte hapësirë, diçka që Arditi kishte mësuar ta çmonte thellë. Dalgadal, ajo u bë pjesë e rutinës së tij, jo çdo ditë, as çdo javë, por mjaftueshëm rregullisht për t'u vënë re. Ai nisi t'i priste bisedat e tyre, pa ja pranuar vetes. Ajo nuk ishte ngrohtësia që kishte qenë Mirela, ajo ishte qartësi, saktësi, një prani që nuk e trondiste strukturën brish të jetës së tij. Rudina nuk u përpoq të zënte vendin e Mirelës, nuk hynte në shtëpi pa ftesë, nuk komentonte fotografitë familjare që qëndronin ende në mure. Kur emri Adrianës përmendej rastësisht në bisedë, ajo nuk e ndronte temën me ngut, por as nuk ndalej aty. E pranonte me një tundje të lehtë koke dhe ja linte Arditit zgjedhjen nëse do të vazhdonte apo jo. Kjo përmbajtje ndërtoi besim. Me kalimin e kohës, Arditi nisi ta ftonte në pronë, fillimisht për vizita të shkurtra, kafe në terracë, shëtitje në përkopsht. Rudina lëvizte në atë hapësirë me respekt, sikur e dinte se po hynte në diçka të shenjtë. Pyetej para se të ulej, priste t'i ofrohej ushqimi.
Kur karrige e Mirelës mbetej bosh në tryez, ajo nuk e shikonte. Vaktet ishin të thjeshta, supe përgatitur nga shtëpiakja, buk, djath, ullinj. Rudina hante me mas, e lavdëronte ushqimin vetëm një herë dhe më pas fliste për gjëra të tjera. Nuk e trajtonte shtëpinë si simbol statusi, ishte thjesht vendi ku jetonte Arditi. Muajt kaluan dhe forma e ditëve të Arditit nisi të ndryshonte. Lehtë për qartë. Ai vazhdonte të zgjojë herët. Vazhdoi të punonte nga larg. Dhimbja nuk u zhduk, por kishte tashmë çaste kur heshtja nuk ndihej më aq mbytëse. Një herë, gjatë një bisede, ai qeshi lehtë, pa e kuptuar pse. Zëri i vetë habiti më shumë se sa duhej. Pas këtyre çasteve vinte gjithmonë faji. Sa herë që ndjente diçka të afërt me qetësinë, një peshë e njohur i binte mbi supe. Pyeste veten pa pushim. A ishte kjo tradhti? Apo e fshinte Mirelën duke lejuar një grua tjetër në jetën e tij? Rudina e ndjente hezitimin e tij pa pasur nevojë që ai ta shprehte. Nuk e sfidonte. I jepte hapësirë kur ai tërhiqej. Nuk kërkonte siguri. Ishte pikërisht kjo durim që e çarmatosi. Vite pas vdekjes së Mirelës, Arditi pranoi një të vërtetë që kishte rezistuar ta pranonte. Ai nuk po shërohej, por nuk ishte më plotësisht i mbyllur. Rudina nuk e kishte mbushur hapësirën që Mirela kishte lënë. Ajo hapësirë mbetej e paprekur, e palëvizshme. Ajo që Rudina kishte zënë ishte boshllëku përreth. Orët e zbrasta, bisedat që nuk çonin askund, pesha e vetmisë që e kishte shtypur nga të gjitha anët. Marrëdhënia e tyre nuk u shpall kurrë publikisht, nuk pati dalje të menduara për të nxitur fjalë. Ata që e vunë re, folën me zë të ulët. Në rrethet elitare, prania e saj pranë tij u pranua, pastaj u bë e pritshme. Rudina mbeti e përmbajtur, gjithmonë një hap larg vëmendjes, kurrë në qendër të saj. Ideja e martesës hyri ngadalë në mendjen e Arditit, jo si dëshirë, por si logjik. Ai ishte më i rritur tani. Jeta e tij ishte e qëndrueshme, por e zbrazët. Nuk donte ta kalonte pjesën e mbetur të saj në pezullim, as duke jetuar plotësisht, as duke u mbytur në zi. Rudina nuk e sugjeroi kurrë, nuk la të kuptohej. Ajo priti. Propozimi erdhi në një mbrëmje të qetë në pronë, pa gjeste të mëdha, pa publik. Arditi foli me kujdes, duke zgjedhur çdo fjalë sikur të kishte peshë. I tha se nuk e dinte më çfarë do të thoshte lumturi, por besonte se shoqëria ishte ende e mundur. I tha se kishte frikë, i tha se ishte i lodhur nga qëndrimi në vend. Rudina dëgjoi. Kur pranoi, e bëri qetësisht, pa lot dhe pa fest. Ajo e kuptonte çfarë ishte kjo dhe çfarë nuk ishte. Njoftimi u bë në mënyrë diskrete. Ftesat ishin të kufizuara, pa deklarata për shtyp, pa intervista. Lajmi u përhap ashtu siç përhapen gjithmonë gjëra të tilla mes njerëzve të pasur, përmes telefonatave private, konfirmimeve të heshtura, tundjeve të kokës. Për botën e jashtme, dukej si një burr që më në fund po ecte përpara. Për Arditin, ndihej si një hap i kujdesshëm mbi tokë të pasigurt, dhe diku thellë, nën sipërfaqe, një ndjenjë shqetësimi nisi të rrënjosej. Adriana ishte 16 vjeçe kur bota e vuli re sërish, edhe pse prej vitesh ajo kishte mësuar si të ekzistonte pa u parë. Trupi i saj ishte i hollë por i qëndrueshëm, formuar nga uria dhe lëvizja, jo nga rehatia. Në sytë e saj kishte një kujdes të vazhdueshëm që nuk i përkiste moshës së saj, një vlerësim të pandërprerë të rrezikut, distancës dhe rrugës së shpëtimit. Ajo nuk ecte më si fëmijë, çdo hap ishte i matur, i menduar, sikur toka vetë të mos ishte e besueshme. Kujtimi i ditës kur e morën nuk ishte zhdukur kurrë plotësisht, por nuk ekzistonte më si një pamje e plot. Ishte i copëzuar, i mpreht, i shkëputur. Një dorë që i shtrëngonte krahun më fort se ç'duhej, shtytja e papritur përpara, një zë që i thoshte të heshte. Frika e pushtoi aq shpejt sa mendimet i u shpërndan. Ajo kujtonte errësirën, erën e mureve të lagështa, zhurmën e një dere që mbyllej me vendosmëri. Koha humbi kuptimin pothuajse menjëherë. Vendi ku e mbanin ishte i vogël dhe pa ajër, drita vinte rrallë dhe pa rregull. Adriana mësoi t'i numëronte ditët sipas urisë, jo sipas diellit. Ndonjëherë dëgjonte zëra që grindeshin jashtë, ndonjëherë mbretëronte një heshtje aq e gjatë sa dukej e pabesueshme. Ajo nuk e dinte sa kishte qëndruar aty. Javët u përzien me muajt, frika u bë rutinë,
Të qarët pushoj se qeni i dobishëm. Ajo mësoi të kursente energjinë, të rinte pa lëvizur, të digjonte. Një natë, rutina u thye. Një derë që zakonisht ishte e mbyllur mbeti gjysmë e hapur. Zërat ishin më larg se zakonisht. Adriana nuk mendoi. Ajo lëvizi. Këmbët zbathur prekën tokën e ftohtë. Zemra i rihte aq fort sa ishte e bindur se do ta tradhtonte. Vrapoi pa drejtim, e shtyr nga instinkti, jo nga plani. Kur këmbët më në fund u dorëzuan, ajo u rrëzua në një vend që nuk e njihte, pa e ditur sa larg kishte shkuar apo si të kthehej. Pas asaj nate, kujtesa e saj u copëzua. Ajo e dinte emrin e saj, e dinte se diku kishte prindër, e dinte se jeta e saj kishte qenë dikur ndryshe, por sa herë përpiqej të shihte fytyra, detajet i rrëshqisnin nga mendja. Sa më fort përpiqej t'i kapte, aq më larg largoheshin. Disa ndjesi mbetën, ngrohtësi, siguri, një zë që e qetësonte, por ato lundronin pa formë dhe pa lidhje. Adriana endej. Lëviste nga një qytet në tjetrin, pa qëllim, duke ndjekur rrugët derisa ato e qonin diku tjetër. Flinte aty ku mundej, nën tezga tregu të mbyllura, pranë stacioneve të autobuseve, në qoshe ndërtesash të papërfunduara. Uria u bë një dhimbje e njohur, diçka që mësoi të menaxhonte, jo ta zhdukte. Lypte me kujdes, duke shmangur grupe që dukeshin të paparashikueshme. Mësoi se cilat furra linin ndonjëherë bukë të pashitur, cilat kafene japnin ujë pa pyetje. Ajo mësoi shpejt si të zhdukej. Mbante syt poshtë, lëvizjet të vogla, shmangte tërheqjen e vëmendjes, veçanërisht nga burrat që dukeshin tepër kurioz apo tepër të mirë. Mirësia shpesh vinte me kushte. Ajo besonte shumë pak. Kur dikush i ofronte ushqim, e pranonte pa u zgjatur. Kur shfaqej rreziku, largohej pa shpjegima. Mbietesa nuk kërkonte krenari, vetëm vëmendje. Megjithatë, diçka brenda saj refuzonte të shembej. Kishte çaste, të rralla por të fuqishme, kur ndjente një tërheqje që nuk mund ta shpjegonte. Një ndjesi se i përkiste diku tjetër, se kjo jetë në skaje nuk ishte e gjitha ajo që ishte menduar për të. Ajo e mbante atë ndjesi edhe kur dukej e marr, sidomos kur dukej e marr. Gjeti qetësi në rutina të vogla, lante fytyrën te çezvat publike, mbante flokët gjithmonë të lidhura, ilej pranë kafeneve herët në mëngjes, duke dëgjuar biseda ku nuk merrte pjesë. Ndonjëherë vështronte familje që kalonin pranë dhe ndjente një dhimbje të zbehtë që nuk e dinte ta emërtonte. Herë të tjera nuk ndjente asgjë, dhe kjo e trembiste më shumë. Vitet kaluan kështu, të pabarabarta dhe të heshture. Një pasdite e nxehtë, teksa qëndronte pranë një tregu ku njerëzit lëviznin shpejt dhe flisnin me zë të lartë, Adriana vuri re një poster që ngjitur në mur. Ishte i pastër dhe me shkëlqim, i huaj mes reklamave të zbehta dhe notimeve shkritimuar me hand. Në fillim, ajo e shmangu shikimin, mendoi se ishte një notim për njerëz që jetonin jeta të tjera. Pastaj u kthye sërish. Fotografia i ndali frymën. Burri që qëndronte pranë gruas që veshur me të bardhë, duke i më i moshuar se figura në kujtemet e saj të thyera. Flokët ishin thinjur, fytyra kishte rrudha që nuk i njihte, por sytë e tij e ndalën krejtësisht. Ishin të njëjtit sy që dikur e kishte bërë të ndjehej e sigurt, të njëjti vështrim që ajo e kishte kërkuar të huajt pa e kuptuar. Babai i saj. Njohimi i goditi me një forcë që e bëri të ndihej e trullizur. Zhurmat përreth u shuan, vapulli, kruma, thirrjet e tregtarëve, të gjitha u zhdukën. Në vend të tyre erdhi një vërshim kujtemesh aq i papritur sa i dhemshi. Një shtëpi pranë Korçës, një kopsht, një zë i qetaj një gruaje, një burr që e ngrinte në krah. Ajo nuk po imagjinonte, nuk po gabonte. Duart i dridheshin asaj u afrua më shumë. Fjalët poshtë fotografisë vërtetuan. Një njoftim dasme, emra të shtypur qartë, një datë, një vend. Babai i saj ishte gjallë. Ai nuk po kërkonte më, po vazhdonte jetën. Për një çast, dëshpërimi kërcënoi ta fundoste. Vitet e mbijetesës, të padukshmërisë, të heshtjes, i ranë mbi supe të gjitha njëherësh. Pastaj diçka tjetër u ngrit përballë tyre. Shpresa. Ishte e brisht dhe e panjohur, por digjni më fort se çdo ndjesi që kishte përjetuar prej vitesh. Adriana zgjati handën dhe e shklui posterin nga muri. Letra u rrëdhus në duart e saj, por ajo e sheshtoi me kujdes sikur ishte diçka e shenjtë. Nuk e dinte si do të shkonte atje, nuk e dinte çfarë do të thoshte. Dinte vetëm një gjë me siguri të plot. Ajo do ta gjente baban e saj.
Adriana u nis para agimit. Tregu ku kishte gjetur posterin ishte ende i heshtur. Tezgat mbuluara, ajri mbante erën e lehtë të pluhurit dhe frutave të vjetra. Ajo e palosi letrën me kujdes dhe e futi brenda xhaketës së hollë, pranë gjoksit, sikur mund të zhdukej po ta largonte nga syt. Nuk pyeti askënd për rrugën. Emrin e vendit e kishte lexuar mirë. Qytetin e kishte mbajtur mend dhe e dinte se ecja ishte e vetmja mundësi. Orët e para ishin më të lehtat. Trupi i saj ishte mësuar me lëvizjen. Kishte ecur distanca të gjata edhe më parë, duke kaluar nga një qytet në tjetrin pa qëllim. Këtë herë ishte ndryshe. Çdo hap kishte peshë, çdo hap kishte kuptim. Rruga shtrihej përpara, e pabarabartë dhe ngushtë, e rrethuar nga ara të ulta dhe shtëpi të shpërndara. Ajri i mëngjesit ishte i freskët, por ajo e dinte se nuk do të zgjaste. Me ngritjen e diellit, vapa u ul mbi të. Pluhuri ju ngjit në lëkurë. Gryka ju tha shpejt. Ajo e ngadalsoi ritmin, duke kursyer energjinë ashtu siç kishte mësuar gjatë viteve të mbijetesës. Uria ishte e njohur, por tani dukej më e mprehtë, më këmbgulse. Ajo e injoroi, duke u përqendruar te frymëmarrja dhe te zhurma e hapave të saj mbi asfalt. Nga mesdita, këmbët nisën t'i diqnin. Shollat e këpucëve të saj të vjetra ishin holluar prej kohësh. Fluska u formuan aty ku lëkura çahej, dhe çdo hap i dërgonte një dhimbje të mprehtë deri në këmbë. Ajo u ndal për pak çaste nën hijen e një peme, hoqi këpucët dhe i pa këmbët me qetësinë e dikujt që kishte mësuar të mos panikohej. Në disa vende kishte gjak, pluhuri ngjitur mbi plag. Ajo i mbështolli sa mundi me një copë pluhure të shqyer nga rreshtimi i çaketës dhe u ngrit sërish pa hezitim. Nuk kishte luksin të pushonte gjatë. Her pas here, makina kalonin pranë saj. Shumica nuk ngabelsonin. Disa shofere shikonin shkurt dhe kthenin kokën. Një herë, një grua në një makinë të vjetër u ndal për pak çaste dhe i zgjati një shishe uji nga dritarja pa bërë pyetje. Adriana tundi kokën në shenjë falënderimi, piu ngadalë dhe vazhdoi rrugën përsa gruaja të thoshte diçka tjetër. Më vonë, pranë një fshati të vogël, një bukpjekës që po nxirrte bukën e pashitur në fund të ditës, e vuri re sa ajo shikonte. Ai hezitoi, pastaj i zgjati një copë pa folur. Adriana e pranoi, duke ngrënë me kujdes, duke shijuar ngrohtësinë dhe kripën. Nuk u ndal. Mirësia, e kishte mësuar, ishte më e sigurt kur ishte e shkurtër. Teksa ecte, diçka tjetër nisi të zgjohej brenda saj. Peizazhi nxorte në sipërfaqe kujtime që ajo nuk e dinte se i mbante ende. Një kthese rrugës i solli ndërmend një udhëtim të dikurshëm me prindrit. Era e barit të sapokosur i solli një pamje të paqartë të një kopshti, me dritën e diellit që kalonte mes gjetheve. Kujtimet nuk vinin të plota. Ishin ndjesi, të buta dhe të shkurtra, por secila e ankoronte më fort te e vërteta drejt të cilës po ecte. Ajo kujtoi zërin e nënës së saj, të qetë dhe qëndrueshëm, duke e thirrur për darkë. Kujtoi dorën e atit mbi supë, të fortë dhe siguruese. Kujtoi të qeshura, mbrëmje të heshtura, një ndjenjë përkatësie që e shtrëngonte krahaçorin. Me kujtimet erdhi frika. Po sikur të gabonte, po sikur burri në fotografi të mos e njihte, po sikur ai të kishte vazhduar jetën dhe në mos kishte më vend për të. Mendimi u shtrëngua në gjoks, duke ja mështirësuar frymëmarrjen. E përftyroi veten duke mbërritur te porta vetëm për t'u kthyer mbrapsht, trajtuar si një e huaj, si një gabim. Disa herë u ngadalsoi, vendosmëria ju lëkundi. Çdo herë futi dorën në xhaket dhe preku letrën e palosur. Posteri ishte i vërtet, emri ishte i vërtet, syt në fotografi ishin të vërtet. Kaq duhet të mjaftonte. Rruga u bë më e ngarkuar tesa ajo u afrua periferisë së qytetit bregdetar. Ndërtesat u afruan më shumë mes tyre. Trafiku u dendua. Adriana u përziu me lëvizjen, duke qëndruar në skaje, duke shmangur vëmendjen. Trupi i dhemte kudo tani. Këmbët i pulsonin, koka i ndihej e lehtë nga uria dhe vapa. E gjithashtu, ajo nuk u ndal. Në fund të pasdites, resorti u shfaq përpara saj. Qëndronte pas gardhave të larta dhe gjelbërimit të mirëmbajtur, një botë krejt tjetër nga rruga që kishte përshkruar ditë me radhë. Palma rreshtonin përgjatë hyrjes, makina hynin dhe dilnin pa zhurmë, xhamat errta, bojra që shkëlqenin. Adriana e ngadalsoi hapin, zemra e rrëhte më shumë se në çdo moment tjetër të udhëtimit. Ktu përfundonte gjithçka.
Ajo u ndal pak metra më tutje, u mbështet për pak qaste nën hijen e një peme, hoqi këpucët dhe i pa këmbët me qetësinë e dikujt që kishte mësuar të mos panikohej. Në disa vende kishte gjak, pluhuri ngjitur mbi plag. Ajo i mbështolli sa mundi me një copë pëluhure të shqyer nga rreshtimi i xhaketës dhe u ngrit sërish pa hezitim. Nuk kishte luksin të pushonte gjatë. Adriana Mezi arriti të kalonte portën e jashtme përpara se ta ndalonin. 2 roje sigurie dolën përpara saj, lëvizjet e tyre të ushtruara dhe përçmuese. E shikuan nga kokat e këmbët pa u përpjekur ta fshehin gjykimin. Rrobat e saj ishin të mbuluara me pluhur, këpucët të konsumuara, flokët të lidhura shpejt e pa kujdes. Përballë shtratit të gurit të lustruar dhe makinave që mbërrinin pas saj, ajo dukej si një gabim që kishte hyrë në vendin e gabuar. Njëri prej rojeve ngriti dorën, jo me agresivitet, por mjaftueshëm fort për ta bërë mesazhin të qartë. Kjo nuk ishte një kërkesë. Ajo u përpoq të fliste me qetësi, zëri i saj i lodhur nga etja dhe raskapitja. Tha se duhet të shihte dikë. Tha se babai i saj ishte brenda. Fjalët i tingëlluan të brishta edhe vetë asaj. Rojet shkëmbyen një shikim dhe qeshën. Nuk ishte një e qeshur e fortë, ishte më keq se kaq, e shkurtër, e ditur, përçmuese. Njëri i tha të largohej nga hyrja. Tjetri u afrua më shumë duke ulur zërin sikur po i jepte këshill, duke i thënë se po turpuronte veten. Adriana tundi kokën, futi dorën në xhaketë dhe nxorri posterin e rrudhur, duke e mbajtur lart me duar që i dridheshin. Para se të mund të shpjegonte, një lëvizje u përhap mes të ftuarve pranë hyrjes. Rudina mbriti. Ajo zbriti nga një makinë e errët me elegancë të ushtruar, e veshur në mënyrë të përkryur, qëndrimi i saj i drejtë, shpreja e saj tashmë e vendosur në autoritet të kontrolluar. Dasma ishte gati të fillonte, çdo detaj kishte rëndësi. Ajo e vuri re shqetësimin dhe u drejtua nga ai pa hezitim. Sytë e saj kaluan nga rojet te Adriana, duke përthithur skenën brenda pak sekondash. Posteri, papastërtia, qëndrimi kundërshtues. Çfarëdo pasigurie që mund të kishte ekzistuar u zhduk menjëherë. Në vend të saj erdhi fyerja. Rudina nuk bëri pyetje, ajo nuk u ul në nivelin e Adrianës, as nuk e zbuti zërin. Foli prerë, mjaftueshëm fort për ta dëgjuar ata përreth, duke kërkuar të dinte pse kjo vajzë ishte ende te porta. Njëri nga rojet bëri një gjest të paqartë, duke përmendur pretendime, marrëzira, telashe. Rudina e shikoi drejt për drejt Adrianën për herë të parë. Në vështrimin e saj nuk kishte kuriozitet, as dyshim, vetëm llogaritje dhe përçmim. Ajo interpretoi praninë e Adrianës si fyerje, si një ndërprerje, si një kërcënim të ordit. Adriana u përpoq sërish. Tani fliste me shpejtësi, frika i shtynte fjalët pa rregull. Tha emrin në poster, tha se mbante mend shtëpinë, goshtin, nënën e saj. Tha se nuk kishte ardhur për të lypur, tha se donte vetëm të fliste me babain. Atëherë ndryshoi toni. Argëtimi i rojeve u shndrua në bezdi. Njëri i tha të mos krijonte probleme. Tjetri u afrua më shumë duke ulur zërin sikur po i jepte këshill, duke i thënë se po turpuronte veten. Adriana tundi kokën, futi dorën në xhaketë dhe nxori posterin e rrudhur, duke e mbajtur lart me duar që i dridheshin. Reagimi i Rudinës ishte i menjëhershëm dhe mizor. Ajo qeshi hapur, këtë herë një qeshje e menduar për të poshtëruar, jo për t'u argëtuar. I tha Adrianës se duhet të kishte turp, e akuzoi se po përpiqej të përfitonte nga një moment i destinuar për fest, e quajti të dëshpëruar. U kujdes se zëri i saj të përhapej. Të ftuarit ndaluan se shtirnin se nuk po shikonin. Rudina u kthye nga rojet dhe u tha ta largonin vajzën. Urdhrat e saj ishin të qarta, të dhëna me autoritet të ftohtë. Ajo donte se ndërprerja të zhdukej shpejt dhe dukshëm, një mësim aq sa zgjidhje. Rojet e kapën Adrianën, nga krahët, paprituria e goditi më shumë se dhimbja. Ajo humbi ekuilibrin dhe ra në gjunjë mbi gur, duart i gërvishte në tokë. Ajo klithti, jo me zë të lartë, por mjaftueshëm për të dëgjuar. Rojet nuk ndalen. Njëri e shtyu përpara, tjetri e rrëzoi këmbët kur u përpoq në ngrihej. Një murmuritje tronditje kaloi në përturm, por askush nuk doli përpara. Në vend të kësaj, dolën telefonat. Arditi mbërriti te hyrja pak çaste pasi britmat kishin pushuar. Ishte vonuar brenda për shkak të disa detajeve të fundit, gjërat vogla që dikur do të kishin pasur rëndësi. Sapo doli jashtë, e ndjeu menjëherë se diçka nuk ishte në rregull. Muzika në distancë u drodh dhe u ndërpre. Të ftuarit qëndronin të grumbulluar, jo më në lëvizje. Telefonat u ulën, pastaj u ngritën sërish, të pavendosur. Rojet nuk ishin më në pozicion. Dhe në qendër të gjithçkaje, pranë shtegut të gurit, Elira ishte i zynzuar pranë një vajze të mbështjellë me çaketën e saj. Vëmendja e Arditit u fiksua te ajo figurë pa e ditur pse. Ai u afrua me bezdin që po i ngrihej brenda, gati të kërkonte shpjegime. Pastaj vajza lëvizi lehtë dhe ngriti kokën. Fytyra e saj ishte e mavjosur, lëkura e mbuluar me pluhur,
trupi i tensionuar nga dhimbja dhe lodhja. Nuk i ngjante fëmijës që kishte humbur. Megjithatë, në çastin kur sytë e tyre u takuan, gjithçka brenda tij u shemb. Koha u ngushtua në një pikë të vetme. Vitet u zhdukën, zhurma u zhduk. Ai pa përtej plagëve, përtej uris, përtej frikës së gdhendur në tiparet e saj. Pa sytë që i kishte mbajtur në kujtesë çdo ditë për 9 vjet. Forma e atij vështrimi ishte e pamohueshme. E goditi me forcën e sigurisë, jo të dyshimit. Adriana, tha ai jo si pyetje, por si njohje. Zëri i tij arriti tek ajo përmes mjegullës së dhimbjes. Ajo puliti syt, duke u përpjekur të përqendrohej. Pastaj e dëgjoi qartë emrin e saj. Të thënë ashtu si dikur, i qëndrueshëm dhe i njohur. Ajo e pa sërish dhe diçka brenda saj u çel. Babi, përshpëriti ajo. Fjala ra si një goditje fizike. Arditi ra në gjunjë pa e ndier tokën poshti. Zgjati duart drejt fytyrës së saj që i dridheshin, duke u ndalur për një çast, sikur kishte frikë se ajo mund të zhbukej. Kur më në fund ja preku faqen, të ngrohtë dhe reale, fryma ju shkëput në një pshertim të thellë. Ai e tërhoqi në krah me kujdes, me mbrojtje, sikur të mbante diçka pafundësisht të brisht. Të ftuarit nuk folën, askush nuk lëvizi. Dasma pushoi se ekzistuari në atë çast. Rudina qëndronte e ngrirë aty ku ishte, qetësia e saj duke u çarë për herë të parë. U përpoq të fliste, ta ripërkufizonte situatën, të rimerte kontrollin, por fjalët nuk u lidhen. Rrëfimi që kishte ndërtuar me aq kujdes u shemb nën peshën e realitetit. Arditi nuk e pa. Bota e tij u ngushtua sërish, por këtë herë ishte përqendruar te vajza e tij. Me ndihmën e Elirës, ai e ngriti Adrianën, duke e mbrojtur nga sytë e rreth. Zëri i tij kur ju drejtua sigurisë dhe stafit mbante një autoritet që nuk linte vend për kundërshtim. Ngjarja kishte mbaruar. Të gjithë duhet të largoheshin. Adriana u dërgua drejt për drejt atë mbrëmje në shtëpinë pranë Korçës. Shtëpia që kishte njohur kaq shumë hjeshtje e priti qetë. Brenda një ore mbërriti mjeku. Plagët ju trajtuan me kujdes dhe rregulli. U la, u vesh me rroba të buta, ju dha supë ngrohtë dhe ujë. Hëngri ngadalë, me kujdes, trupi i saj i pamësuar me bollëk. Arditi qëndroi pranë saj gjatë gjithë kohës, duke folur rrallë, nga frika se po të kthente shikimin, diçka do ta merrte sërish. Atë natë, ajo fjeti në një dhomë mysafirësh të përgatitur me nguzi, me derën të lënë të hapur. Arditi u sal pranë deri në agim, duke dëgjuar frymëmarrjen e saj. Ditët që sollën një lloj tjetër dhune. Pamje nga porta shfaqen në internet, të shkëputura nga konteksti, të formuara nga hamendësime. Pyetje dolën në sipërfaqe, dyshimi u përhap. Llogari anonime sugjeruan mashtrim. U përhap një video e paqartë dhe nënkuptuese, që linte të kuptohej se Adriana e kishte inskenuar makimin. Mizëria ndryshoi formë, u bë më e heshtur, por jo më pak dëmshme. Adriana i pa titujt dhe u tërhoq. Turpi dhe hutimi u rikthyen. Arditi reagoi me zemërim, duke kërkuar veprime ligjore, por Elira ndërhyri. Kjo nuk ishte diçka për të luftuar verbërisht. Elira nisi punën me njëherë, e rregullt dhe e pamëshirshme. Ajo gjurmoi origjinën e videos, ndoqi rrjedhën e pagesave, analizoi mospërpusi digjitale. Brenda disa ditësh, provimet tregonin një histori të qartë. Pamjet ishin manipuluare, kronologjia nuk përputhej, burimi ishte i kompromisuar. Ajo e përballi gazetarin përgjegjës me prova që ai nuk mund t'i mohonte. Përballë pasojave të cilat nuk mund të shpëtonte, ai rrëfeu. Emra dolën, transaksione, udhëzime. E vërteta nisi të zbërthehej më shpejt sa po priste. Nën presion, një lidhje çoi te një tjetra, një bashkëpunëtor i dikurshëm, një ortak i friksuar. Më në fund një rrëfim që kthehej 9 vjet pas. Rrëmbimi i Adrianës nuk kishte qenë rastësir, ishte planifikuar, i llogaritur, i urdhëruar, dhe zbulimi i fundit ishte më shkatëruesi. Vdekja e Mirelës nuk kishte qenë natyrale. Kartelat mjekësore u rishikuan, një mjek u pyet në heshtje. U identifikuan substanca që imitonin rrëzimin emocional. Afatet përputheshin në mënyrë frikëzyese. Modeli ishte i qartë. Rudina kishte hequr çdo pengesë. Kur provat ju paraqiten autoriteteve, nuk mbeti vend për nohim. Rudina u arrestua në heshtje, pas spektakël. Nuk rezistoi. Në komisariat, e zhveshur nga ambienti që dikur e kishte fuqizuar, ajo dukej më e vogël, e zvogluar. Gjyqi që pasoi tërhoqi vëmendje, pavarësisht përpjekjeve për ta mbajtur të përmbajtur. Faktet zuvendësuan thashethemet, dëshmitë zuvendësuan supozimet. Gjykata dëgjoi teksa historia u shpalos plotësisht, cop për cop. Rudina u shpall fajtore për disa akuza. Dënimi ishte i rëndë,
në përpjestim me dëmin që ka shkaktuar. Drejtësia nuk ndjeu triumfuese, u ndje e rënd. Në javët që pasuan, Adriana nisi të rikuperonte fizikisht. Forca ju kthye gradualisht, gjumi u përmirësua, seancat e terapisë filluan me kujdes, respektuar ritmin që i duhej. Arditi riorganizoi jetën e tij plotësisht, duke e vendosur gjithçka rreth pranisë së saj. Shtëpia ndryshoi. Nuk u bë e zhurmshme apo e gëzueshme brenda natës, por u zbut. Vaktet u ndanë së bashku. Bisedat u kthyen, fillimisht me hezitim. Qeshja u erdhi papritur, pastaj më shpesh. E vërteta kishte shkatëruar shumë jetë, por kishte rikthyer një. Dhe për herë të parë pas 9 vjetësh, Ardit Kastrati nuk po jetonte më në mungesë. Shërimi nuk erdhi me njëherë për Adrianën. Erdhi ngadalë, me hapa të matur, i formsuar nga durimi, jo nga forca. Në javët e para pas kthimit në shtëpi, ditët e saj ishin të thjeshta dhe të qeta. Ajo ndiqte seanca terapie me një grua që fliste but dhe nuk e nxiste kur të përgjigjej më shpejt se sa ishte gati. Disa ditë Adriana fliste, ditë të tjera rinte në heshtje, duke mësuar se heshtja nuk do të thoshte më rrezik. Çdo seancë përfundonte njësoj, me sigurinë se përparimi nuk matej me shpejtësi. Arsimi rifilloi gradualisht. Në fillim, një mësuese vinte me shtëpi 2 herë në javë, duke sjell libra të zgjedhur me kujdes për të përshtatur boshllëqet në mësimin e Adrianës. Ajo ju afrua librave me hezitim, e pasigurt për aftësitë e saj, pastaj me gjithnjë e më shumë vetbesim. Zbuloi se mendja e saj, e përqendruar dikur vetëm te mbijetesa, ishte ende e mprehtë. Të mësuarit u bë një ankor. Çdo mësim i përfunduar i kthente një pjesë të vetes që kishte menduar se e kishte humbur. Besimi u rindërtua përmes çasteve të vogla, të zakonshme. Ndarja e mëngjesit në tryez, ecja nëpër qytet pa frikën se do të ishte e padukshme apo e gjykuar, të fjeturit pas kanuar dhomën për rrugdalje. Adriana mësoi sërish të zinte hapësirë, të ekzistonte pa kërkuar ndjes. Identiteti i saj u zhvendos ngadalë nga ajo që ishte detyruar të bëhej te ajo që kishte qenë gjithmonë. Arditi ndryshoi bashkë me të. Burri që dikur jetonte vetëm përmes qëndrueshmërisë, u bëi pranishëm në mënyra që e befasuan edhe vetë. Ai e rregulloi orarin e punës sipas nevojave të Adrianës, jo si detyrim, por si instinkt. Mësoi kur të fliste dhe kur thjesht të rinte pranë. Dëgjonte pa ndërprerje, kërkonte leje përpara se të bënte pyetje. Për herë të parë që nga zhdukja e saj, ai i lejoi vetes të ishte plotësisht baba. Faji nuk u zhduk, por u zbut, nuk e sundonte më. Në vend të kësaj, e kujtonte të mbetej i vëmendshëm, i tokzuar dhe i ndershëm. Nuk përpiqej më të kompensonte me kontroll apo heshtje. Ishte i pranishëm çdo ditë në mënyra të zakonshme, që kishin më shumë vlerë se çdo gjest i madh. Roli i lirës u zhvillua natyrshëm në diçka të qëndrueshme. Ajo u bë udhërrëfyese e Adrianës në botën që kishte humbur, duke e ndihmuar të kuptonte ritmet shoqërore, rrugët akademike dhe fuqinë e qetë të kufinjve. Nuk e mbronte Adrianën nga e vërteta, por sigurohej që e vërteta të vinte në mënyrë të sigurt. Marrëdhënia e tyre u shndrua në një lidhje besimi dhe respekti të ndërsjellë, të ndërtuar mbi njohje, jo mbi detyrim. Nga përvoja e përbashkët lindi qëllimi. Ideja për të krijuar diçka kuptim plot nuk erdhi nga ambicia, por nga përgjegjësia. Adriana foli e para për vajzat që mbante mend në rrugët, fytyra që i kishin mbetur në mend, zëra që ishin shuar. Elira dëgjoi, Arditi e mbështeti pa ndrejtuar. Së bashku, ata krijuan një fondacion të përkushtuar për gjetjen, mbrojtjen dhe rihabilitimin e vajzave të humbura dhe të abuzuara në mbar rajonin. Ai u ndërtua për të vepruar qetë, me efikasitet, pa spektakël. Mbështetja, arsimi dhe mbrojtja ligjore u bën shtyllat e tij. Puna nuk e fshi atë që kishte ndodhur, por i dha formë të ardhmes. Muaj më vonë, në një pasditë të qetë, Adriana ul në të njëjtën pemë në kopsht ku kishte luajtur dikur si fëmijë. Degët ofronin hije, ajri mbante aromat e njohura të barit dhe tokës. Në preh kishte një blok shënimesh, faqet e të cilit po mbusheshin ngadalë me shkrimin e saj të kujdesshëm. Ajo shkronte pa ngryt, shkronte për kujtesën dhe mbijetesën, për frikën dhe qëndrueshmërinë,
për kthimin në një vend që kurrë nuk e kishte lënë vërtet. Historia rrithte pa hidhërim. Humbja ishte aty, por nuk ishte më në qendër. Arditi vështronte nga larg, i kujdesshëm të mos i ndërhynte. Elira ju bashkua në heshtje. Të dy e kuptonin se ky moment i përkiste vetëm Adrianës. Kur Adriana e mbylli më në fund bllokun, ajo nuk u kthye nga e kaluara. Ajo pa përpara. Vajza që ishte e humbur nuk përcaktohej më nga ajo që i kishte marrë. Ajo përcaktohej nga ajo që kishte rindërtuar.